إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Falëndrimet dhe lavdrimet të takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavat dhe selamet qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Ky mexhlis i sotëm është një prej mexhliseve tona të organizuara që e kemi specifiku vetëm pyetje dhe përgjigje, pasi që shpeshherë pyetjet dhe përgjigjet janë të nevojshme për muslimanët, pa marrë parasysh se në çfarë fusha shtrohen ato, dhe kemi bë në veçantë këto net muajt Ramazanit, duke shpesu për Allahut Azza wa Jall shpërblimin për çdo vepër të mirë e cila bëhet këtë muaj, e prej tyre edhe kjo pjesë e aktivitetit, davetit, thirrjes në Allahun Azza wa Jall, që njerët është profesioni më i mirë që Allahu Azza wa Jall i ka ngrit me gjitha profesionet e tjera. E lutim Allahun Azza wa Jall që na jap sukses në përgjigjet tona dhe të na bëjnë dobi neve dhe atyre që na ndëgjojnë. Pyetja e parë është: cila është koha më e mirë për faljen e namazit të natës? Fillimi i saj, mesi apo fundi? Sa i përket namazit natës, dihet se pjesa e tretë është e natës, është pjesa ku Allahu Azza wa Jall zbret nga qielli dhe shikon se cilët prej robëve të tij ju kanë drejtuar Allahut Azza wa Jall me lutjet e veta. Kurse sa i përket namazit natës, në veçanti kuptohet se nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, namazi i natës në Ramazan ka qenë namaz i gjatë, siç ka ardhur në disa transmetime prej sahabive se ata janë mbështetur në shkopit e tyre nga namazi i gjatë i natës. Kurse në një transmetim tjetër, namazi i natës as shumë ka zgjat në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, saqë sahabët ka afrimi i kohës së fyrit kanë pas frikë se mos po i zë agimi edhe ata duke fal namaz natës. Për këtyre edhe haditheve mund konkludojmë se namazi i natës fillon që nga koha e faljes namazit jacis e deri në kohën e syfyrit. Nuk ka diçka kohë specifike që veçon ato, mirëpo nga hadithet që i përmenëm, nga transmetimet që i përmenëm, kuptojmë se namazi i natës ka qenë i gjatë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pasi që i fali namazet taravije me xhamat në xhami, apo edhe në shtëpi me fal namaz nafile. Pas që të falet namazi i taravive me xhamat dhe falet vitri
pas namazit taravive, atë nuk lejohet më bërja ndonjë namazi nafile, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç e transmeton Imam Nesaiu dhe Sheikh Albani e ka bërë sahih, thot la witrana fi lejla, nuk ka 2 vitra me një natë. Nuk ka 2 vitra me një natë. Kurse në hadithin tjetër thot bënë namazin e fundit juaj vitrin. Bënë namazin e fundit juaj vitrin. Dhe pasi që vitri është falë herë, dhe ti dëshiron të falësh prap namaz nafile, atëherë detyrimisht kuptohet për këtyre 2 haditheve që obligohesh ta falësh edhe në herë vitrin. Kurse të falet vitri 2 herë në një natë është ndaluar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Që nuk lejohet një gjë e tillë. A është prej sunetit që dhe vetën e falë bashkë me imam. Mi për çfarë të bëjmë se vetën nuk e dallojnë prej akşamit? Prej sunetit është që namazi i vitrit të falet së bashku me taravit dhe me imamin. Dhe argument për këtë është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë se kush fal namazin e natës, namazin taravive me imam deri në fund, do derisa të kryhet edhe vitri, atij i llogaritet sikurse të falet tër natën. Sikurse të është falur tër natën. Ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam aludon se namazi i natës duhet të jetë i bashkangjitur, jo ndërpritet, edhe e dyta se namazi i vitrit nuk lejohet falet sikurse namazi i akşamit. Për shkak hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë nuk lejohet përngjasimi i namazit vitrit me namazin e akşamit. Namazi i akşamit falet me 2 ulje, kurse namazi i vitrit nuk lejohet falet me 2 ulje. Andaj këtu ka ndalesë, për këtë shkak nëse dikush shkon me një vend falet, edhe pas namazit taravive falet vitri, mi po jo mënyrën, jo sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po jo vetëm që nuk bëhet sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po bëhet edhe mënyrën që ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë nuk lejohet falja atij namazi. Edhe pse është me imam. Edhe pse është me imam, për shkak se këtu ka ndalesë, kurse namazi i vitrit me xhamat është prej nafileve. Sipas shkencës së usulit, në këtë rast i jepet përparësi kujt? Ndalesës. Nuk lejohet me qit namazin nafile para ndalesës. S'pari do të më largu ndalesës e pastaj me çun vend namazin nafile. Namazi i vitrit, format e sona për ata që nuk i din, është se falet në 2 mënyra. Mënyra e parë është që t'jepet selam pas 2 rekateve dhe ngritet për rekatën e tretë, kurse mënyra e dytë është që të falen 3 rekate me një ulje, vetëm në uljen e fundit. Do të pas rekatit e dytë nuk ka ulje fare hiç. Ky është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah pyetën, selam aleikum, a bën që të kërkohet argumenti në një çështje, të thuash kështu thot filan shehu duke rrezikuar kështu me lëvizje. Dhe duke ditur që për atë çështje ka disa mendime dhe nuk i përmend. Kur të kërkohet argumenti, e përmend filan shehu ka thënë kështu, duke rrezikuar me lëvizje. A rrezikosh? Personi i cili pyetet ose i cili tregon një çështje dhe për atë çështje nuk e din argumentin, atëherë i mjafton atij pasimi që i ka bën ndonjë dietarit, e ky dietar i cili i bën pasim duhet të jetë prej dietarëve që është në konsiderat tek muslimanët. Dhe personi i tillë, si thonë dietarët, personi i cili nuk ka mundësi me ditë argumentin, i mjafton vetëm një herë dhe nuk lejohet me bë ijtihad më shumë se vetëm një herë. Lejohet me bë ijtihad vetëm me zgjedh cilin prej dietarëve do ta pyet. Lejohet me bë ijtihad me zgjedh cilin prej dietarëve do ta pyet. Pasi që ta zgjidh një prej dietarëve, atëherë i merr fjalët e tij dhe nuk i lejohet, pasi që nuk i din argumentet, të thotë këtu ja ka qellu apo këtu nuk e ka qellu. Mjashtu i lejohet këtij të thras tjerë dhe të tregon tjerëve për fetvan e këtij dietari, mirë po nuk i lejohet
të kapët me fanatizëm në fjalën e tij, për shkak se nuk ja din argumentin. I lejohet të punon vetë dhe të praktikon fetvan e tij, për shkak se fetvan e ka marrë nga i dietar dhe ju ka kënaqur zemra me fetvan e atij dietari, mirë po nuk i lejohet që ti detyron të tjerë, për shkak se detyrimi bëhet vetëm me argumentet e Allahut dhe jo me fjalët e dietarëve. Allahu dhe më së miri. Kështu në që. Është një dobi se i përket kësaj çështje. Është një çështje më e rëndësishme në ditët e sotme, rreth disa problematikave të cilat ndodhin mes vëllezërve të rinj, të cilët mundohen me kërku dije për xhallarëve. Kjo që ka përmeni hoxha është një bazë, ka bazë me një fjalë të një dietarit madh, imamit Sunetit Imam Ahmedit, i cili thot: "Leysa li ahadin an yalzima al-akhir ala madhhabihi." Nuk i takon askujt që dikon tjetër ta detyron sipas mëdhëbit të tij. Sipas mëdhëbit të tij, këtu ka pas për qëllim qëndrimin apo përkrahjen e mendimit me një çështje për çështjeve të fesë. Mi po të me pas parasysh se çështjet e fesë ndahen në çështje të besimit dhe në çështje të fikut. Në çështje të besimit nuk ka dyshim se në to nuk ka ijtihade. Besimi është një, haku është një. Kurse në çështje të fikut, divergjencat mes dietarëve të fikut janë të njohura për gjithë ne, edhe saqë libraritë, bibliotekat e ndryshme janë të mbushura me libra të fikut që janë përplot me divergjenca të ulemave në miliona çështje të fikut. Nëse çështja e fikut është çështje që ka argumente për to, dy tabore të ulemave kanë kundërshtime në to, mirë po njëra dije sigurisht se argumenti i tyre nuk ka bazë, nuk është i fortë, nuk e përkrah, nuk qëndron mendimi i atij tabori, jo që themi se i lejohet atij ta detyrojë atë sipas mëdhëbit, mirë po i lejohet ta çortoj, ta këshilloj, duke pas parasysh për shembull se kjo ndodh tek ata persona të cilët janë fanatik me mëdhëbin e vet. Edhe nuk pranojnë ndryshe vetëm se sipas mëdhëbit vet. Në këtë rast këta persona do të më qortu. Në këtë rast këta persona do të më këshillu vazhdimisht. Mi u bë qartë se argumenti i tyre në këtë çështje, ndinin Allah Azza wa Jall nuk është e vërtetë. Një shembull konkret ai që bënon pak më herët namazi i natës, namazi i vitrit, për ngjasimi i vitrit me namazin e akşamit. Një rast më i thjeshtë, dhe më i afërt. Mi po nëse çështja është një çështje i thojnë ijtihadie, ku ose mungon argumenti, dietarët janë ndarë në dy tabora, apo më shumë, ose mungon argumenti, ose argumenti nuk është në mënyrë indirekte, po është nxjerrje, është mendim i nxjerrur nga dispozitat e përgjithshme, nga rregullat e përgjithshme të şeriatit. Në këtë parën thamë, lejohet jo me fanatizëm, jo me qëllim që me nënçmu që këse ti në hak, po me qëllim që me këshillu, lejohet me qortu dhe me këshillu vazhdimisht, edhe me treg se argumenti ti nuk është hak. Se ti punën që jetë e boti, është punë, ose është ndalume, ose është bidat, edhe nuk pranohet tek Allahu Azza wa Jall. Mi po nëse është çështje ijtihadie ku nuk ka argument drejt për drejt. Mirë po ka mendime që kanë dalë nga kokat e dietarëve, atëherë divergjencat mes vëllezërve të rinj më kanë shumë të larta. Por nuk duhet me pas asesi. Nëse në këto raste ndodh me pas plasaritje, përçarje mes vëllezërve, atëherë kjo është një mëkat. Pse? Sepse përçarja është për diçka çka nuk ka bazë fare në to hiç. Kjo vjen ditë përçarje vllaznive. Për çështjeve që ndodhen në këtë rast mesin e atyre të cilët pretendojnë se janë prej pasuesve të sunetit, dashamirëve të saj, mundohen me qenë prej ndjekësve të sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, janë edhe çështjet
e gjerhit edhe të adilit, çështjet e